Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm Mote.deri ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sotshëm në 19 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 19 nëntori është dita 323 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit mbeten edhe 42 ditë. Ngjarje 1946. Afganistani, Islanda dhe Suedia i bashkohen Kombeve të Bashkuara. 1969. Programi Apollo. Astronatët e Apollo 12 zbritën në hënë dhe u bën njeriu i tretë dhe i katërt që kanë ecur mbi të. 1969. Pele shënon golin e tij të 1-0 në ndeshjen mes ekipeve Santos dhe Vasco. 1985. Lufta e ftohtë. Në Gjenev takohen për herë të parë presidenti amerikan Ronald Reagan dhe presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev. 1998. Skandali Levinsky. Filluan thirrjet e dëshmive kundër presidentit amerikan Bill Clinton në lidhje me skandalin Levinsky. 1999. Shenzhou 1. Kina lëshon anijën e parë kozmike, anija kozmike Shenzhou. 2005. U ndat çmimi i nderit për presidentin e Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovën, nga qyteti i New Yorkut SBA. Lindje 1711. Mikhail Lomonosov, shkencëtar rus. 1831. James A. Garfield, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1833. Wilhelm Ditley, filozof gjerman. 1888. José Raúl Capablanca, shahis kubanez. 1889. Vasili Konstantinovich Bluscher, marshall sovjetik. 1910. Adrian Conan Doyle, letrar anglez. 1917. Indira Gandhi, politikane indiane. 1933. Larry King, udhëheqës TV amerikan. 1938. Ted Turner, themeluesi i CNN. 1942. Calvin Klein, kreator mode amerikan. 1961. Meg Ryan, aktore amerikane. 1962. Jodie Foster, aktore amerikane. 1963. Gage Kola, shkrimtar shqiptar. Vdekje 1492. Xhami, shkrimtar pers. 1630. Johann Schein, kompozitor gjerman. 1665. Nicolas Poussin, piktor francez. 1692. Thomas Shadell, shkrimtar dhe dramaturg anglez. 1785. Bernard de Bury, kompozitor francez. 1828. Franz Schubert, kompozitor austriak. 1887. Emma Lazarus, shkrimtare amerikane. 1938. Lev Shastov, filozof rus. 1942. Bruno Schulz, shkrimtar polak. 2004. John Robert Farr, farmakolog britanez. 2004. Piet Esser, skulptor holandez. Festa dhe përvjetore. Mali, dita e çlirimit. Monaco, dita nacionale. Oman, ditëlindja e Sultan Qobos bin Saidit. Porto Rico, zbulimi i Porto Ricos. SBA, dita e mundësive të njëjta. Dita Europiane e vedisimit për antibiotikët. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Calvin Klein, i cili është një dizajner amerikan. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Calvin Klein,
Calvin Richard Klein, lindur më 19 nëntor 1942, është një stilist amerikan i modës i cili lançoi kompaninë që më vonë do të bëhej Calvin Klein Inc. Në vitin 1968. Përveç veshjeve, ai ka dhënë emrin e tij edhe një sër parfumesh, orëve dhe stoli. Klein u martua me Janice Centre, një stiliste tekstili, në vitin 1964. Ata kanë një vajzë, producentin televiziv Marcy Klein, e cila është më e njohur për punën e saj në Saturday Night Live. Çifti u divorcua në 1974. Në shtator 1986, Klein u martua me asistenten e tij Kelly Rector në Rom, ndërsa ata ishin në një udhëtim blerje në Itali. Më vonë ajo bë një fotografe e njohur socialiste. Pas ndarjes në vitin 1996, ajo u divorcua në prill të vitit 2006 pas 20 vitesh martesë. Në vitin 2003, Klein bleu një pronë përballë oqeanit në Southampton, New York, në Long Island, dhe shkatërroi atë për të ndërtuar një rezidencë prej $75 milion prej xhami dhe betoni. Në vitin 2015, ai hodhi në treg rezistencën e tij në Miami Beach, Florida për $16 milion. Shtëpia në Florida u shit në shkurt 2017 për $12,850,000. Në qershor 2015, Klein bleu një rezidencë në Los Angeles, Kaliforni, për $25 milion. Në vitin 1974, Klein projektoi xhinset e ngushta me firmë që do të arrinin në $200,000 bruto në javën e tyre të parë të shitjeve. Në të njëjtin vit, ai u bë gjithashtu stilisti i parë që mori dizajn të jashtëzakonshëm në veshjet e burrave dhe grave nga shfaqja e çmimeve të Këshillit të Dizajnerëve të Modës të Amerikës. Në vitin 1983, ai u vendos në listën ndërkombëtare të veshjeve më të mira. Gjithashtu në 1981, 1983 dhe 1993, ai mori një çmim në CFDA. Në vitin 1991, ai mori çmimin Golden Plate të Akademisë Amerikane të Arritjeve. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për firmën e modës Calvin Klein. A e dini se cila është historia e suksesit të kësaj firme? Veshjet e markës Calvin Klein kanë qenë gjithmonë një hap përpara trendeve të modës, gjë që e lejoja të diktonte vetë modën. Por cila ishte historia e suksesit të këtij projektuesi të shkëlqyer? Më 19 nëntor të 1942 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë në qytetin e famshëm të New Yorkut, lindi Calvin Klein. Babai i Calvin ishte një pronar në një dyqan të vogël. Fal gjyshës së tij, ai mësoi të qepte një makinë qepse, ndërsa nëna e ndihmoi për të formuar një shije të pamet. Ato gjithmonë shkonin në dyqanet e veshjes së gatshme dhe rroba qepësit së bashku. Djali ishte i pranishëm rregullisht kur flitej për stilet dhe modën. Prandaj nuk kishte asnjë vend ku të studionte dhe ku të shkonte pas shkollës. Ai u diplomua ndër më të mirët në shkollën e lartë të artit. Pastaj në vitin 1960 deri në vitin 1962, hyri dhe studioi në Institutin Teknologjik të Modës. Paralelisht me studimet e tij, Calvin praktikoi një studio ku ndihmonte të bënte kostumet. Pas kësaj atij i duhej të punonte me shumë dizajner dhe madje edhe të portretizonte portretet e kalimtarëve në rrugë. Ky aktivitet ishte kryesisht për përvojën pasi nuk i solli shumë para. Mbrëmjeve të lira, Calvin u pushtua me krijimin e portofolit të tij. Historia e markës filloi në vitin 1968 kur Calvin dhe miku i tij i vjetër Barry Schwartz organizuan Calvin Klein Ltd në New York. Barry dha para dhe Calvin si gjithmonë kishte një ide. Ai bëri koleksionin e tij të parë dhe vendoste atë në një hotel në një nga katet. Një ditë drejtori i butikut, i cili ndodhej në katin e sipërm, gatroi butonat në ascensor dhe shkoi në dyshemen ku treguan modelet. Mbledhja e Calvin impresionoi biznesmenin aq shumë se që vendosi të vendosë menjëherë një urdhër për $50,000. Për Calvin Klein ky ishte një hap i madh në botën e tij të modës. Emri i tij u bë i famshëm dhe kështu shfaq një pavarësi materiale. Klein filloi me punën e studios së tij në një koleksion të veshjeve të sipërme për burrat, por gradualisht mori hartën e veshjeve të grave. Në vitet 70 ai hapi një kostum për meshkuj për figurën e një gruaje. Në vitin 1970 Calvin lëshoi një pallto të shkurtuar të dyfisht me xhaketa të gjëra ose të ashtu quajtura peacoat. Ky model ishte bërë me veshje popullore të sezonit, por më tepër ishte bërë modë për 10 vitet e ardhshme.
Calvin në vitin 1973 mori çmimin Gucci për krijimin e rrobave të rafinuara dhe të përkryera, pra ishte dizajneri i ri në historinë e modës për të marrë këtë çmim. Dhe në vitin 1974 projektuesi krijoi një koleksion të ri të rrobave të lehta dhe aksesorëve. Menjëherë u lodh duke shkuar në një rrugë të rregullt dhe Calvin mësoi të përgatiste shpërtimin e parë, i cili tronditi absolutisht gjithë botën e modës së bashku me parimet morale publike amerikane. Në fund në 1978 u shënua me lirimin e xhinseve projektuese dhe kështu dizajneri u bë i pari. Nga rrobat që konsiderohen si të përditshme dhe të lira, ai paraqiti ato si rroba për rininë e modës dhe të modës. Prerja ideale u përcaktuar qartë nga figura dhe krijoi një tekst me gjatësinë dhe këmbët e holla. Calvin Klein dhe logoja Omega u vendosën në xhepin e pasëm. Në vitin 1982, Klein zhvilloi një koleksion të ri të përbërë nga të brendshme të meshkujve, të cilat përfshinin domosdoshmërinë në korsie të gjerë me logon e markës Calvin Klein. Rolin e modelëve për të brendshme të reklamave u zgjodhën supermodelët si Dee West dhe reperi M. Mark. Në vitet 80 projektuesi u fokusua në zhvillimin me prodhimin e xhinseve dhe të brendshmeve. Reklamat nuk kaluan pas skandale, gjë që tashmë është bërë pjesë e imazhit të projektuesit. Klein duhet të paguante një gjo për $1 milion, të cilat vendosën kishën për posterin darka e fundit nga Klein. Ai kishte një histori të njohur biblike për modelet në të ishin në xhinse dhe me trupa gjysmë të zhveshur. Në 1992 Calvin përsëri tronditi Amerikën. Këtë vit ai krijoi një stil të ri rinor unisex, i cili më vonë u bë shumë popullor. Pastaj si një shpallje u lëshua një poster me një model të ri, Kate Moss dhe reperin M. Mark. Veshjet me logon Calvin Klein mund të vishen nga të rinjtë çdo gjinie. Ky koncept u prit me sukses të madh. Në vitin 1999 projektuesi për herë të 11 provoi një skandal të ri me reklama. Klein lëshoi një koleksion të ri që përfaqësonte të brendshme të fëmijëve si dhe të brendshme për adoleshentët. Fotot me fëmijë u konsideruan tepër të pavlera. Si rezultat, dizajneri kërkoi falje dhe fushat reklamuese u pezulluan në mënyrë që të mos ketë akuza më të ashpra. Biznesi ishte në rrugën e tij dhe kompania Klein nuk ishte më e kufizuar në një studio të vogël, por u shndrua në një perandori shumë milionçe në një qarkullim vjetor për rreth $5 miliardë. Masa e saktë e marketingut dhe politika kanë krijuar një imazh të qartë, çoçatjat kanë hyrë më thellë në vlerësimin e blerësve. Konfliktet dhe skandalet ndihmuan periodikisht për të krijuar dhe mbajtur një imazh reklamues, sloganet të cilit ishte liria dhe rinia. Calvin Klein konsiderohet si dizajneri i parë që vesh njerëzit nga kokat e këmbët. Në koleksionet e tij kishte ndëresa dhe pajisje. Pasi u vendosën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet europiane në vitet 90, kompania filloi të rrëviste drejt lindjes. Dyqanet u hapën në Kuwait, Jakarta dhe në Hong Kong. Klein reagoi shpejt ndaj ndryshimit të tendencave të modës në botë, që e ndihmoi të arrinte suksese dhe më të madh. Në fund të shekullit të 21 ai krijoi një koleksion të ri me stilin e ushtrisë. Së shpejti dizajni lëshoi një xhaketë palto, pantallona të pantallonave dhe gjunjve dhe fundin me gjunjë kaki. Përveç veshjeve, Calvin lëshoi disa nga aromat të cilat për të cilave përfshin derën maskullore dhe ato femërore. Në vitin 1983 u shfaq Përjetësia, në 1985 në Obsession dhe në 1986 në Notshuna. Spears theksojnë stilin delikat të veshjeve, janë ende një sukses i madh, kështu që ata kanë shumë fakse. Në vitin 1998 aroma Contradiction u lirua, e cila përfundimisht u bë më e famshme dhe u llogarit për njerëzit që dinin të përballonin me problemet e tyre. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën e ftuar i javës, ku sot në studio do të kemi një të ftuar të veçantë, e cila për syrin e publikut do të mbetet gjithmonë e vogël, me të performancën e shkëlqyer në skenë. Enduina Lizi është e ftuara e parë e javës në emisionin tim. Mirë se erdhe Enduina. Faleminderit, mirë se u gjeta. Më lejoni të bëj një parantezë për publikun. Enduina është një vajzë e cila ka pasion këngën dhe ajo për emisionin tim është e vlerësuar për sakrificën e saj për të arritur në shkallët e skenës. Atëherë Enduina, sa vjeç je dhe ku ke lindur? Unë jam Enduina Elesi, jam në moshën 12 vjeçare dhe vin nga një familje kavajse. Ka mamin, babin dhe një vëlla. Vëllai është 20 vjeç dhe merret me pikturë, kurse babai merret me vizatime murale, gjë të cilën e ka trashëguar tek vëllai. Unë vin nga shkolla 3 dëshmorë. Jam në klasën e 6 dhe silën të preferuar ka matematikën, që do të ndikojë në të ardhmen time kur të bëhem një arkitekte e sonja, mendoj. Dhe me qenë se fjala ke shkolla, a mund të bëj një përshëndetje? Patjetër. Unë përshëndes të gjithë mësuesat e asaj shkolle që janë aq të mira dhe shokët e shoqet e mia që më kanë mbështetur në çdo hap që unë kam hedhur. Kush ka qenë dalja e parë në skenë për Enduinën? Atëherë filloj me shoqet e vëllait tim, të cilat më çuan drejt rrugës së Artit. Atëherë sapo që hapu studia e kërcimit që e pat hapur profesor Myrta, që e përshëndes dhe e dua shumë.
unë isha shumë e vogël dhe shkoja mbrapa atyre. Unë qaja kur ata nuk më merrnin. Kur ika atje, profesor Mirta më pa dhe u habit se qysh mund të mbante në atë moshë, kisha frikë mos rrezohesha apo vritesha, por unë e more me aq qejf se nuk mungoja asnjë ditë në prova. Derisa një ditë duke bërë provat e kërcimit, kaloi një profesor muzike. Kur më pa, filloi të qeshte dhe më pyeti: "A di të këndosh?" Unë nuk i dija kuptimin fjalës dhe thjesht u përgjigja: "Po, unë di të këndoj." Më mori në studion e tij të këngës dhe më dha një këngë italiane. Isha aq e gëzuar sa mezi prisja të shkoja në shtëpi dhe t'ia tregoja mamit. Kur shkova në shtëpi dhe ja tregova mamit, ajo ishte aq emocionuar sa ma vuri direkt në telefonin e asaj që unë ta mësoja. Unë rria gjithë ditën me kufje në vesh që ta përgatisja. Për 2-3 ditë vinte shfaqja dhe unë e pata përgatitur këngën dhe e pata mësuar. Kur ishte shfaqja, vetëm unë kisha shumë emocione. Emocionet e mia ishin të pafundme. Deri kur dëgjoj prezantuesin që tha: "Enduina Elezi." Dola në skenë dhe deri në mes të skenës pas prindrit e mi që më duhet rëkisnin dhe më përkrahnin mua. Aty fitova një vetbesim të plot dhe bëra më të mundërën time që të dilja mirë. Vetëm kur dëgjoj spektatorët që duhet rokisnin për mua dhe me të vërtet jam deri aty si një princeshe vogël në përralla. Po më pas, si vazhdoi Enduina në skenë? Atëherë, unë merja pjesë në çdo aktivitet që Qendra Kulturore e Fëmijëve organizante, si festat e nëntorit, festat e vitit të ri, ku i kam përcjell këngën spanjolle Sofia dhe këngën balerin apo këngëtare. Unë aty këndoja shumë deri në festivalin e 2017-2018, që nuk pata hyrë akoma në shkollë, këndova këngën që titullohej Lule e vogël, e kompozuar nga profesor Aleksandër Vezuli. Me atë këngë, unë fitova çmimin e parashivisë së Makut. Dhe në vitin 2019, unë sapo pata hyrë në klasë të parë. Më lajmëruan që do të bëhej përsëri një festival. Isha shumë e gëzuar. Mëra një këngë që titullohej Zgaravinat, përsëri e kompozuar nga Aleksandër Vezuli. Aty me atë këngë mora çmimin e tretë. Aty ishte dalja ime e fundit, sepse u bë një pauzë, ishte sëmundja e Covidit. Shkollat u ndaluan, kërcimet, këngët dhe këtë pjesë e përjetova shumë keq. Sepse unë isha mësuar një fëmijë që lëvizja shumë, shkoja në për aktivitete dhe nuk mund ta përballoja të rija aty në shtëpi. Çfarë pasioni ka tjetër Enduina përveç skenës? Unë më pëlqej shumë matematikën dhe mendoj që ajo do të ndikojë në të ardhmen time kur unë të bëhem një arkitekte e zonja. Përderisa Enduina pas ka pasion matematikën, në të ardhmen do ta braktisë Enduina skenën? Skena do të jetë gjithmonë e imja, unë nuk do ta braktis kur atë, sepse unë aty jam rritur në skenë dhe matematika thjesht numrat dhe notat për mua do të jenë një bosht. Le të kthehemi pak te kënga. Do të vazhdojë Enduina dhe vazhdon ende Enduina të këndojë në për aktivitetet e shkollës, festat e 28-29 nëntorit apo të ato të vitit të ri? Po, patjetër, unë vazhdoj dhe këndoj. Unë me zi pres që ndonjë festë në shkollë të vi dhe unë të këndoj dhe të tregoj të gjithë pasionin tim që kam për këngën. A ka ndikuar kënga tek Enduina në përgatitjen mosimore? Jo s'pak, për të thënë të vërtetën, kënga për mua është sikur unë kam një relaks të plot në trupin tim dhe detyrat e mia i bëj me plot dëshirë, gjithashtu i jep shumë kurajo vetes që të heci përpara dhe mos i them për asgjë jo vetes. Enduina, shumë faleminderit që ishte e ftuar në emisionin tim. Faleminderit dhe të gjithashtu. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e diel. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri në 11 gradë Celsius. Kukës -3 deri në 4 gradë Celsius. Peshkopi 2 deri në 7 gradë. Tiranë
4 deri në 10 gradë. Durrës 7 deri në 11 gradë. Kavaj 8 deri në 11 gradë. Elbasan 4 deri në 10 gradë. Berat 3 deri në 9 gradë. Korç -2 deri në 6 gradë. Vlorë 7 deri në 12 gradë. Gjirokastër 1 deri në 9 gradë. Sarand 3 deri në 12 gradë Celsius. Tani u fytyn ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e diel. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dije dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius, Podujev -1 deri në 8 gradë, Skënderaj -1 deri në 6 gradë, Pej 1 deri në 9 gradë, Prishtinë -1 deri në 7 gradë, Gjakov 0 deri në 8 gradë, Malishev -2 deri në 8 gradë, Gjilan -1 deri në 7 gradë, Ferizaj 0 deri në 8 gradë, Kaçanik -1 deri në 6 gradë, Prizren -1 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, se në websajtin ton drita.tv.